Përmes rrjetit diplomatik dhe konsullor do të bëhet përfaqësim i shtuar dhe i argumentuar i qëndrimeve dhe rezultateve tona në reforma para partnerëve europian. Këtë e paralajmëroi shefi i diplomacisë Timço Mucunski, i cili do ta riaktivizojë Këshillin e Ambasadorëve. Takimi i tij i parë do të mbahet këto ditë në Shkup, ku do të marrë pjesë edhe zëvendëskryeministri i Republikës së Çekisë, Petr Macink, i cili nga nesër do qëndrojë për vizitë zyrtare në vend. Mucunski theksoi se nevojitet diplomacia aktive, e cila përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me kreun shtetror do të punojë në mbrojtjen e interesave kombëtare maqedonase, do të jetë e hapur ndaj nevojave të diasporës, si dhe do të jetë promovuese ekonomike e shtetit. Европската интеграција останува еден од нашите централни стратешки приоритети. Нашата дипломатска мрежа има задача јасно и аргументирано да ги представува нашите позиции и реформски резултати пред европските партнери. Да бараме фер и предвидлив европски процес заснован на резултати, европски вредности и взаимна почит. Но современата дипломатија не завршува со политички диалог. Еден од главните фокуси на годишниот совет ќе биде економската дипломатија. Lidhur me rrugtimin drejt integrimit evropian, për cilin pak kohë më parë u tha se po zhvillohen bisedime të fshehta, Mucunski thotë se nuk ka thënë diçka të tillë, por se ekzistojnë kontakte dhe dialog me Bullgarinë dhe me institucionet evropiane për gjetjen e një zgjidhje. Имаме диалог со сите засегнати страни во овој процес. Ние, суштинската, кој што го водиме тој диалог, со земите членки на Европската унија, со институциите на Европската унија, кои што се насочени кон изнаоѓање на решение во рамките на тие позиции кои што владата ги има представено пред јавноста, штитејќи ги националните интереси, но секогаш разбирајќи дека е потребно во наш интерес да се најде некое одржливо и праведно решение. Edhe pse Mucunski mohon se po zhvillohen bisedime të fshehta, ambasadori i Bashkimit Evropian në vend Mihalis Rokas, duke i quajtur ato nën radar, tha së fundmi se ekzistojnë negociata larg syrit të publikut për gjetjen e një zgjidhje për tejkalimin e çështjeve të hapura lidhur me rrugën evropiane të Maqedonisë.